bashkuar për bisedën e parë në studio. Do të flasim për organizatën Germen. Ira Ahmeti është e ftuara e parë për sot. Me to do të flasim rreth projektit shumë interesant, origjinal, i cili ka për qëllim që të ndihmojë fëmijët e diasporës që të lidhen më shumë me Kosovën dhe me vendlindjen e tyre, duke udhëtuar kështu në vende të ndryshme. Edhe do të kenë udhëtime falas në Kosovë dhe në Shqipëri. Por për krejt detajet, Ira nuk që kam në studio, do të flasim për krejt detajet. Mirëmëngjes Ira. Mirëmëngjese. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qysh je, qysh po shkojnë punë, qysh keni qenë këtë ditë? Mirë, falenderet. Jo ndo javë pak ma intenzive momentalisht, edhe po jënë të shku shumë mirë se është knaci kur e din që punon me programe shumë të mira edhe shet që puna që jetu e bo e ka një impact. Sa mirë, kështu kur punani, së të mas për tritë dhe për fëmijët e diasporës. Është një program që po bëhet tash disa vite? Po, është viti 4 që jemi duke implementu. Ka fillu në vitin 2022, ku kemi fillu me një grup, pastaj në vitin 2023 kemi pas 2 grupe, në vitin 2024 kemi pas 2 grupe, ndërsa në vitin 2025 kemi me i pas 3 grupe. është shumë interesant në ashta me spjegu që programi original është programi cili implementohen nga organizata Germen dhe Global Albanians Foundation, dhe një ndër qëllimet kryesore është me sjell rinin e diasporës në një udhëtim 2 javor në Kosovë dhe në Shqipëri, ku i ndihmon me u lidh më shumë me rrënjtë e tyre, edhe me kuptu historinë dhe kulturën me një mënyrë shumë ma ndryshe dhe ma të thellë. Sa mirë që vetë pas vite, veç pas këtë shku të i rritë grupet, kështu po besoj është edhe interesimi i fëmijëve të diasporës, të rinjve të diasporës. Po, ka interesim shumë të madhë prej diasporës, edhe gjitho vetë kemi shumë aplikime, deri tani nëse nuk gaboj, deri në vitin 2025, pa e logarit vitin 2025, i kemi pas mbinimi aplikime. Fatkeqësisht nuk kena arrit me i marë krejt, me dëshiri kështu marë krejt, po gjitho grup i ka 35 deri në 40 pjesmarës, do me thonë të rinj nga diaspora. Okej, ko gjatë shumë pas ka dhe një grup, një grup me 35-40 veta, po duket mbajegi numër i madhë. Po, edhe kjo një ndër arsye që kena vendosë që vitin 2025 me u konë 3 grupe në kohë të ndryshme, edhe çdo grup ka me i pas 35 deri në 40 persona. Zakonisht mosha që aplikojnë janë nga 13 vjeç? Deri në 24. Po, kjo është një ndër rregullat për me mujt me anë në programin original, duhesh me i pas 18 deri në 24 vjeç, duhesh me jetu në diasporë së paku për i moshës 13 vjeçare, sigurisht që edhe me u koni lindur edhe ato janë kritere tjera, mirë po nëse ke shku në diasporë vitet e fundit, do të me u konë për moshës 13 vjeçare, edhe njëkohësisht kjo është e kuptueshme, dohesh me i pas rrënjë shqiptare, ku dohesh ose së paku me pas një anin prind, ose njërin nga gjëshërit shqiptar. Ka pas shumë prej tyre për shembull që ka pas veç një anin prind shqiptar? Po, kemi pas, nëse jo në çdo grup, po në përgjithësi kemi pas pak të një person që e ka pas veç një anin prind shqiptar, ose i kam pas veç njonin prej gjëshërve shqiptare. Sa interesant, kanë ditë ata për Kosovë, kështu që i kanë folë prendës e gjëshërit? Po, kanë ditë, po jo shumë, edhe jo që ta jap mundësin programi original me mësu edhe ma shumë për Kosovën edhe për Shqipnin, edhe me mësu ma shumë për rrënjtë të tua shqiptare. Edhe është krejt ndryshe, kur të shkanë edhe i vizitan vendet e ndryshme si të Kosovës dhe Shqipërisë dhe shenë nga afër, po pësej që dhe ata ndryshta janë fascinu paka shumë me vendin se ku vinë. Po, është e vërtet, unë e kom thonë edhe ma herët edhe vazhdoj me e thonë, menoj që është shumë ndryshe me ardhë në Kosovë ose në Shqipëni për pushime gjatë sezonës së verës, edhe dalon ekstrem shumë me ardhë në Kosovë për shambull, ose Kosovë edhe Shqipëni në këtë rast, me programin original, shkaku që ty t'jepët një mundësi shumë ma e madhe, ki mundësi me mëson edhe anën kulturore, shumë edhe anën historike, se ndërmjet programit na kemi vizita në vendet të ndryshme,
edhe kemi vizita edhe në muze, edhe në monumente historike dhe kulturore. Era e din për shembull nga trinjt e diasporës, kur ju kanë tregu prindve që e kanë prit ata programin, çka kanë thonë për programin? Sa e dio në zakonisht prindrit i kanë shtyr shumë për me anë në program, se është diçka që është too good to be true. Shumë e mirë për me qenë e vërtet. Po, e vërtet. është shumë e mirë për me qenë e vërtet, kur hen edhe e shikon në rrjetet tona sociale, na zakonisht mundohem me postu sa ma shumë edhe me postu momente reale. Edhe po kena shumë prind që i shtyjnë fëmijët e tyre për me ardhë edhe me u bë pjesë e programit origjinal. Ndërkaq për më bë pjesë e programit origjinal, është krejt përmes platformës online, përmes rrjeteve sociale. Për këtë ata që përna përcjellin, edhe po besoj që vazhdon me qenë e hapur thirrja? Po, thirrja është e hapur deri me datën 31 mars. Edhe thirrja për komplet vitin 2025, do me thonë për 3 grupet, është e hapur veç deri me 31 mars, edhe nuk ka me u hap më gjatë vitit. Do me thonë në cilin grup që ti donë me marë pjesë, do është me apliku prej tash. E kemi formularin e aplikimit, e kemi në website-in e originalit, edhe mund është i plotëson pyetje që veç të pyeten, edhe njëkohësisht në formulari mund është me zgjedh edhe datën kur po do me u kon pjesë e programit, ku datat janë grupi i parë ka me anë me datën 3 qershor deri me datën 14 qershor, grupi i dytë është me datën 15 gusht deri me datën 26 gusht, edhe grupi i tretë është nga data 18 nëntor deri me datën 30 nëntor. Nashta çka dashta me cek tjetër në fund të aplikimit, kur e plotson aplikimin, tu kërkohet me bo një pagesë për aplikim, që është e shumës $10, edhe pasit përfundojnë aplikimet, na fillojmë me i shiku edhe me i majt intervistat me persona që kanë apliku, pastaj në fund e kemi edhe tarifën për pjesëmarrje, e cila është $200. Okej, do t'jetë një numër i limitum për shembull se sa kanë me mujt me marrë pjesë? Po, do me thonë, një grup mënët me i pas deri në 40 persona, 35 deri në 40, edhe në total i bie që 3 grupet jemi duke tentu me i pru 123 nga diaspora. Okej, kjo është edhe faqja ku mundeni me apliku? Po, do me thonë, veç e klikon atë dhe ja fillon me tu hap formulare. është një fotografi e vitit kaluar? Apo edhe viteve para prake, ndoshta? Po, mdo këtë është në njërin nga grupit e vitit kalum. Po, është grupi i pari vitit 2024. Po, përshijet që pjesëmarrja e trive kanë kogja shumë interes, po pastaj për shembull kur të plotësojnë formularin, qysh pranohen, qysh mundeni me bo për zgjedhjen? Kjo një ndër pjesë më të vështira që na e kena, me të vërtetë se cili që aplikon është më i mirë se personi tjetër. Nuk mund është me i nda, po që na ka nimu është kriteret që i kena, edhe na masit përfundojnë aplikimet, na kemi thirrë në intervista të rinjt që kanë apliku. Në intervista fizike atëherë? Jo, kanë me qenë intervista online, edhe aty e kena mundësin me i njoft ma shumë, edhe veç me e vërtetu që qka do që kanë plotësu në formular, është me të vërtet ashtu. Okej. Unë e më ja përshtypje. është shumë e fështirë. Po, më besoj që do të me qenë e fështirë, se dhe mos kur ka numër të madh të interesuarve për me marë pjesë, pastaj e bënë edhe matë vështirë. Para se me njësë me folj pak për programin, se që keni me pas këtë vetë, mu më la përshtypje që edhe Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishë shkrujt për programin e ju original në Facebook e ka postu. Po, edhe jena shumë falenderus që e ka nda me publikun edhe me audiencën dhe me krej shqiptar ta në mbanë. Faleminderit shumë. Unë mu i me ledzu paka shumë, veç pak që ka thonë Kryeministri, programi original, po transforman mënyrën se si të rinë shqiptar të diasporës lidhen me kulturën,
trashëgimin dhe vendet e tyre të origjinës. Në 3 vitet e para, ky program ka sjell 150 jetëri nga 25 shtete, duke u ofruar një përvojë unike 2 javore në Kosovë dhe në Shqipëri. Kështu që pak a shumë ka treguar edhe për eksperiencën e pjesëmarrësve se çysh kalojnë në Kosovë dhe në Shqipëri. Po, unë mendoj që programi ka një impakt shumë të madh ku ti edhe mundesh me e pa. Edhe prandaj jena shumë falenderus edhe ndaj kryeministrit të Republikës së Kosovës që e ka nda thirrjen edhe e ka bërë të mundur me udit pak ma shumë se çka na bojna. Po dojmë dhe pak edhe tek programi, cilat vende keni me i vizitu, po besoj që do të ketë edhe persona, a munden me ardhë për shembull ma shumë se një herë, kushdo që ka apliku? Jo, vish një herë është pjesëmarrja. Jo, në momentin që pranohesh në program edhe vjen në njënën për grupe, nuk mundesh me qenë pjesë shkaku që na podojna me ju jep hapësirë sa më shumë të rinjve nga diaspora. E pastaj, për shembull, kretë ata që vinë përmes programit, a i mbajnë lidhjet me Kosovën, me të rinjt këto, a vinë Kosovë pastaj? Po, i mbajnë lidhjet edhe i mbajnë kogja shumë edhe është shumë interesant me i pa sa shumë takohen. Do me thonë, veç e shohëm, shkruajnë për grupe edhe hej, prej që sa i dati jam Milan, nuk është të arë takohëm krejt bashkë, bohëm krejt bashkë. Biles fund me jonë konë me kështu lojën e kombëtarës së Shqipërisë në Angli, kanë qenë rreth 6 persona, nëse nuk ka bëjnë nga grupe të ndryshme që kanë qenë original, jonë bo bashkë dhe kanë shku me shiku lojën. Po në përgjësi takohen te për shumë edhe sa herë janë vinë në Kosovë ose në Shqipni, gjithmonë e shojmë që janë në kontakt dhe takohen me njoni tjetrin. Po qysh e thash edhe ma herët, është shumë emocionuse me i pas, a shumë i mbajnë lidhje se ti menoj që qito më nësh me e pa impaktin që jetu e bon dërmjet programit, ku ata nuk takohen më veç sa herë të vinë një hen vjetë, po takohen kogja shumë gjatë gjithë periudës së vitit, se nuk takohen veç në Kosovë, takohen në përvenet të ndryshme të botës. Vaj tjetër, po besoj që është edhe një mundësi unike edhe shumë e mirë që me kriju edhe shoqni tre, pastaj kur, sidomos trinjt kur kanë edhe shoqni, nuk pritojnë mandej me ardhë në Kosovë dhe me kalu kohë bashkë me shoqni. Po ndalemi tash edhe pak tek programit, të tregojmë pak shikuesve dhe krejt ata që po na shohin, sidomos diaspora që çish munden, çka kanë me vizitu këtë vit. Po, programi fillon në Prishtinë. Edhe pas Prishtinës vazhdojmë me vizitu Prekazin, vazhdojmë me vizitu Prizrenin, Gjakovën, Krushën e Madhe, Pejën, Kumpi zakonisht e planifikojna me i shëtit malet e Rrugovës, që është një bukuri natyrore ekstrem shumë e madhe, edhe bojmë hiking. Pastaj prej Kosovës, një javë kalojmë në Kosovë, për Kosovës kalojmë në Shqipni, ku fillojmë me Shkodër, në Vlorë, në Gjirokastër, në Berat, në Kruj, në Tiranë. Venet të ndryshme të Kosovës edhe të Shqipërisë. Në gjitha këto vendet bukra edhe të ndryshme kanë me mujtë edhe me i vizitu falas, që shë dhe përmendëm, këtë programi është falas për ta. Po, në momentin që fillon programi, do me thonë përveç tarifav që i përmenda, do me thonë kur aplikon, i pagun $10 dhe në momentin që përzgjedhësh, është një tarif prej $200, po në momentin që vinë në program në ditën e parë, pjesa tjetër veç se konsiderohet me ukon falas, shkaku që na e mbulojnë akomodimin, 2 vaktin ushqimore në ditë, edhe të gjithë udhëtimin me autobus. A ndryshon për shembull nga viti në vit për me vizitu vendet, apo i keni gjithmonë këto destinacionet e njëjta? Po, në përgjithësi vendet kryesore i kemi destinacionet të njëjta, po çdo grup sigurisht që ka me pas ndryshime të vogla të vende. Për shembull, mundet njëni grup me vizitu Korçën, po me pas si plus Korçën, një grup tjetër e ka Gjirokastrën, që grupi tjetër ndoshta nuk kanë qenë. Po munohëm me eksploru sa ma shumë edhe ndërmjet programit, po në përgjithësi gjithmonë fokusohemi gjithsesi të vendet kryesore që e tregojnë mas shumë të historinë tonë.
Ka shumë prej trimve, për shembull si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, kur kanë ardhur, ka qenë hera e parë e tyre që kanë vizituar një muze apo edhe një vend të Shqipërisë? Po, madje ka pas raste që u kon hera e parë nashta që kanë ardhur në Kosovë, ose kemi pas raste janë lindë dhe janë rritë në diasporë, po janë ardhur kur janë konë të vogël, edhe ka mujtë me i pas mbi 10 vjetë që nuk kanë ardhur në Kosovë ose në Shqipëri, edhe ju ka jap mundësia me ardhur ndërmjet programit. E qysh kishin dëgjuar ata për programin origjinal dhe me ardhur në Kosovë dhe me marrë iniciativën? Po, na mundohemi me i bo promovim programi sa ma shumë, ku njëkohësisht edhe Shumica e shohin nëpër rrjetet sociale? Po, e shohin edhe për rrjetet sociale, po në të njëjtën kohë edhe kur mbajmë evente në diasporë, mbajmë për programin origjinal edhe evente në diasporë. Okej, Era, nëse s'kemi vështu diçka tjetër për programin, neve vish përna mbetet edhe një herë me bo thirrjen për krejt ata që përna përcjellim, se ju krejt që dojnë me marrë pjesë, janë me apliku online e gjitha, dhe pastaj kur do të filloni me shku dhe me i vizitu vendet? Po, në fillim aplikojnë online, ndërmjet thirrjes së hapur që e kemi, deri me datën 31 mars. Edhe pastaj neve na u dohet rreth 3 javë me i shiku komplet aplikimet edhe me fillu me i ftu në intervista, edhe grupi i parë fillon me datën 3 qershor. Me 3 qershor, okej. Taman edhe çatëherë është edhe moti më i mirë në pozicionin e juaj. Kështu që shumë mirë, një datë shumë e mirë për me nisë edhe pushimet verore, pse ju shumë prej tyre po besoj që i kanë edhe pushime verore këto. Po, e vërtet. Faleminderit shumë Era për këtë detajet. Faleminderit edhe ju. Edhe po ju urojmë shumë suksese. Faleminderit.